kenapa ini? Një kanal japonez i YouTube publikoi para disa vitesh një video që deri më sot mbetet një mister total. Videoja tregon kamerën e një nëndetëseje si përkiste një hulumtimi në ujëra të papërcaktuara dhe shumë të thella. Pas kapjes së disa peshqve të zakonshëm, kamera arrin të regjistrojë diçka vërtet shqetësuese. Papritmas, një krijesë detare shfaqet para lenteve, e fshehur mes errësirës kërcënuese që duket sikur e ndjek çdo lëvizje. Pamja e saj është e tmerrshme dhe shumë shikues në internet pretendojnë se kanë kapur një krijesë të vërtet detare, madje krahasuar me akullin e madh, një krijesë mitologjike e bardhë rreth 30 metra e gjatë. Thuhet se ka një formë njerëzore dhe është përshkruar shpesh si një legjendë piratësh. Ky moment i çuditshëm dhe i frikshëm ka ndezur diskutime të pafundme midis komentuesve, disa duke sugjeruar se mund të jetë një specie e panjohur detare, ndërsa të tjerë besojnë se është thjesht një efekt vizual apo një manipulim filmi. Pavarësisht spekulimeve, pamjet lën shikuesit të dridhen dhe të ndjejnë një frikë të thellë, duke pyetur veten nëse kjo krijesë është reale apo thjesht një mister i thellë i detit. Ti çfarë mendon se ishte kjo krijesë? A mund të jetë një monstruozitet detar apo thjesht legjend? Shkruajeni mendimet tuaja në komentet më poshtë. Ndërsa po hetonte këtë hotel të frikshëm dhe të përfolur si të mallkuar, një YouTuber nga kanali Morris Paranormal Adventures, Yukai, përjetoi diçka që la thellësisht të shqetësuar. Gjatë eksplorimit të korridoreve të errta, diçka kaloi pranë tij, dhe ai e ndjeu qartë sikur një prani e padukshme ta kishte prekur. Ai u ndal menjëherë, duke u përpjekur të kuptonte çfarë kishte ndodhur, por ndjenja e errët që e shoqëronte nuk u largua. Edhe pse disa mund të mendojnë se ishte thjesht atmosfera e rëndë e hotelit, ndjesia ishte tepër reale për t'u injoruar. Nuk do t'ishte çudi nëse ky vend strehoi nga shumë shpirtra. Nëse ndonjëherë ke ndier një prani të çuditshme në një hotel, ndaje përvojën tënde në komente. Duke dëgjuar zhurma të çuditshme nën shtratin e tij, një burr që jeton vetëm me qenin e tij nxiton të kontrollojë se çfarë po ndodh, dhe kjo është ajo që gjen. Në video shihet qartë një figurë misterioze me fytyrë tmerruese. Papritmas, ndërsa burri inspekton vendin i shokuar dhe i friksuar, ai bërtet i kapur nga paniku dhe tmerri. Figura qëndron e palëvizshme, duke krijuar një ndjesi të thellë shqetësimi dhe frike. Pamja e kapur nga kamera është qartë e dukshme, duke treguar detaje të fytyrës së frikshme dhe trupit misterioz. Qeni qëndron pranë, i tensionuar, ndërsa burri përballet me këtë ngjarje të pazakontë dhe kërcënuese që duket e pamundur të shpjegohet. Hetuesit e kanalit Veda Alam Ribon u nisën një natë drejt një pylli që sipas banorëve të zonës ishte i banuar nga një frymë keqe. Alami dhe Surjo vendosën të regjistronin gjithçka dhe të kryenin një ritual të veçantë për ta thirrur entitetin. Ndërsa ata filluan përgatitjet, ajri u mbush me një ndjenjë të rëndë dhe errësirë të thellë, dhe dridhjet e lehta të gjetheve nën këmbët e tyre i paralizonin. Ata ndezën një zjarr të vogël dhe që nga larg një flakë e veçantë u shfaq në horizont. Kur ju afruan, ajo dritë ndryshoi formë dhe para syve të tyre shfaqej një qenie e errët me fytyrë të frikshme dhe gishta të gjatë që dukej sikur përpiqeshin të arrinin deri tek ata. Ndërsa dridheshin dhe luteshin, ata përpiqeshin të komunikonin me entitetin, i cili dukej se përgjigjej me lëvizje të ngadalta dhe kërcënuese. Tinguj të pakuptueshëm, gurgullime dhe fërkime të çuditshme e mbushnin ajrin përreth. Fryma e keqe dukej se ndiqte çdo lëvizje të tyre, duke i bërë ata të ndihen të ngushtë dhe të pambrojtur. Kamera,
Regjistronte çdo gest të çuditshëm, çdo ndryshim të dritës, çdo shfaqje të errët. Megjithse përpiqeshin të qëndronin të qetë, frika e tyre ishte e dukshme dhe çdo hap i tyre i shtonte tensionin. Shumë shikues më vonë diskutuan nëse kjo ishte prova e një entiteti të vërtet ose një skenë realizuar me mjeshtri. Çdo detaj i regjistruar duket i pashëmbullt dhe ngjall shqetësim, duke e bërë këtë incizim të jashtëzakonshëm dhe të frikshëm për të gjithë ata që e panë. Një grua po luante me djalin e saj ndërsa po regjistroheshin përmes kamerave. Ata dukeshin të lumtur dhe të relaksuar, duke qeshur dhe duke luajtur së bashku. Pa pritmas, një ngjarje e çuditshme ndodhi që i la të habitur plotësisht. Dyshemeja prej qeramike pas tyre u çmontua vetë, si të kishte një forcë të padukshme që e shtynte atë përpara. Të dy, të befasuar dhe të friksuar, vrapuan për ta parë më afër. Ata zbuluan një objekt të çuditshëm të mbështjellë me një copë të bardhë, i fshehur brenda qeramikës. Kjo zbulim i shtoi një ndjesi tmerri dhe kurioziteti të përzier të ata, duke u bërë gjithçka edhe më e mistershme. Pak më vonë, gjërat u përkeqësuan kur gruaja pësoi një posedim të papritur, duke ndryshuar sjelljen e saj në mënyrë të frikshme dhe të papritur. Djali i saj, i tmerruar nga ajo që po ndodhte, filloi të qante dhe të bërtiste, duke u kapur për të në një përpjekje për t'u ndjerë të sigurt. Situata u bërë kaotike dhe frikshme, duke bërë që ambienti i zakonshëm i lojës të transformohej në një skenë mbinatyrale. Objektet që dikur ishin të qeta rrotulloheshin dhe të gjithë ndjenin një energji të padukshme që dominonte hapësirën. Momenti i frikës dhe i papriturës ishte i pazakontë dhe i fuqishëm, duke lënë një përshtypje të thellë tek të gjithë ata që pan ose dëgjuan për ngjarjen, duke e shndruar një aktivitet të zakonshëm familjar në një përvojë mbreslënëse dhe të frikshme që do të mbahet mend për një kohë të gjatë. Një shëtitës ndau përvojën e tij të merruese, së bashku me prova video që tregojnë një shfaqje me formën e një poçongu. Ngjarja filloi kur grupi vendosi të ndalonte për pak kohë për të pushuar, por atmosfera ndryshoi shpejt. Tinguj të çuditshëm dhe një ndjenjë e rëndë frike filluan t'i rrethonin. Pak më vonë, mes shkurreve dhe në një zonë të errët jo shumë larg tyre, u shfaq qartë një poçong. Figura që ndronte e palëvizshme, duke krijuar një pamje jashtëzakonisht shqetësuese. Ata që tashmë ndiheshin të friksuar nga ngjarjet e mëparshme, u pushtuan nga paniku i plot. Prania e asaj krijese i bëri të ndiqeshin të paralizuar, të paaftë për të lëvizur ose për të reaguar menjëherë. Pamjet e regjistruara tregojnë qartë se frika e tyre ishte e vërtetë dhe se ajo që pan nuk ishte thjesht një iluzion i natës. Një nën me emrin Elix po shijonte një natë të qetë duke parë televizion kur djali i saj i vogël ju afrua duke kërkuar të luante. Ajo vendosi të dokumentonte këtë moment të ëmbël, pa e ditur se do të kapte diçka që sfidon çdo shpjegim logjik. Papritmas, diçka e padukshme e shtyu fuqishëm vogëlushin, duke e bërë të bjerë në tokë. Djali qëndronte në një zonë krejtësisht të zbrazët, pa mobilje, lodra apo ndonjë objekt që mund ta kishte bërë të ngatërohej. Forca e shtytjes dukej se vinte nga njëra anë, si të kishte përdorur dikush duart për ta rrëzuar. Një roje sigurie i quajtur Cem ishte caktuar të punonte gjatë turneve të natës në një fabrikë të madhe. Ai kishte marrë paralajmërime se vendi ku punonte kishte një histori aktivitetesh të pazakonta dhe paranormaliteti, por nuk i kishte marrë seriozisht. Deri në ditën e 10 të punës së tij, Cem nuk kishte përjetuar asgjë të veçantë. Por atë natë,
diçka ndryshoi. Ndërsa rrethonte ambientin e fabrikës, ai vuri re një dritë të pulsuar që vinte nga një skaj i zyrës së magazinës. Një skutull që dukej se binte vetë kundër murit të fabrikës e tërhoqi vëmendjen e tij. Pavarësisht frikës, Cem vendosi të përballej me atë që po ndodhte. Ai mori një shkallë dhe u ngjit drejt çatisë së ndërtesës, duke u përpjekur të kuptonte se çfarë mund të ishte shkaku i zhurmave. Të gjitha tingujt e natës dukeshin më të fortë se zakonisht, duke bërë çdo hap të duket i rrezikshëm. Kur arriti aty, errësira ishte e dendur dhe ajri i ftohtë e mbushi me tension. Papritmas, diçka u shfaq nga hijet. Një dorë e bardhë e shtrirë nga errësira mbante një objekt pranë dritës së llampës së Cem. Ai ndjeu një rrezë frike që e përfshinte tërë trupin. Zemra i rrithte fort ndërsa përpiqej të kuptonte çfarë po shikonte. Pamja ishte aq e pasakt, sa duke e pamundur të identifikohej me njëherë, por instinkti i tij i tha që rreziku ishte i vërtetë. Cem u tërhoq pas duke rënë në panik, ndërsa dora e bardhë mbeti e dukshme për një çast të shkurtër në dritën e llampës. Ai filloi të ndihej i paaft të përballonte atë që kishte parë, ndërsa çdo tingull i fabrikës dukej se po përsëriste lëvizjet e errta. Nuk kishte asnjë shenjë se çfarë mund të ishte ai objekt, por frika ishte e papërshkrueshme. Ai e dinte se çdo hap që bënte mund ta sillte më afër diçkaje që nuk i përkiste këtij bote. Më pas, vendosi ta dokumentonte për ta kuptuar më vonë. Ai mori telefonin dhe filloi të regjistronte çdo detaj, duke u përpjekur të kapte gjithçka që mund të shpjegonte fenomenin. Çdo hap, çdo tingull dhe çdo hije u regjistruan në mënyrë të përpikt, duke i dhënë atij një mënyrë për të përballur me tmerrin që po shihte. Ai nuk e dinte se sa afër ishte rrezikut, por vendimi për të regjistruar gjithçka ishte i vetmi që mund t'i jepte kontroll mbi atë që po ndodhte. Një ndjenjë e çuditshme e pranishme e mbushi ambientin si të ishte një vështrim nga diçka tjetër, e jashtme. Cem ndjeu se çdo moment mund të ndryshonte përjetësisht atë natë, dhe vetëm kur drita e llampës reflektoi mbi dorën e bardhë, ai kuptoi se tmerri nuk kishte për të mbaruar aq lehtë. Kamerat e sigurisë të vitit 2021 kapën diçka që asnjë dëshmitar nuk priste ta shihte. Ishte ora 3 e mëngjesit, kur dy burra po pushonin në një pemë pranë një parkimi. Qetësia e natës u ndërpre kur njëri prej tyre, i veshur me një këmishë të kuqe, vuri re diçka të çuditshme në rrugë. Një motociklet po kalonte me shpejtësi normale, por pasagjeri i saj sfidonte çdo logjik. Një figurë mbështjell me copa të bardha, me kokën e varur përpara në një pozicion jo natyral, mbahej fort pas drejtuesit. Forma e saj nuk dukej njerëzore, por më tepër si një trup mortor që kishte marrë jetë në errësirë. Dëshmitari u mrit menjëherë, duke u përpjekur të kuptonte të pamundurën që sapo kishte parë. Ky është rasti i Diegos, një i ri i njohur në TikTok si Diego Speakers, i cili ndan rregullisht aventurat dhe përjetimet e tij të përditshme me ndjekësit. Ajo që filloi si një natë e zakonshme në shtëpi, u shndrua papritur në një përballje tmerruese që ai thotë se nuk do ta harrojë kurrë. Diego vendosi të regjistronte një video të thjeshtë ndërsa ecte nëpër shtëpi, duke shijuar freskinë e natës dhe duke folur me audiencën e tij. Gjithçka dukej e qetë dhe normale, derisa ndodhi diçka thellësisht shqetësuese. Teksa kamera lëvizte, një prani e frikshme u shfaq papritur. Për një çast të shkurtër, një figurë doli nga pas peshqirëve të varur, jashtëzakonisht afër tij. Fytyra ishte e zbehtë, me sy të errët dhe të ngushtë, që dukej sikur shikonin drejt për drejt në kamerë. Më pas, u zhduk menjëherë, duke e lënë Diegon të ngrirë nga frika dhe dyshimi. Një burr me emrin Paul vendosi të aventurohej në pyllin pranë shtëpisë së tij, i armatosur vetëm me kamerën e tij. Ai kishte dëgjuar thashëtheme për vëzhgime mbi natyrale në atë zonë dhe ishte i vendosur të kapte prova. Ajo që nuk e dinte ishte se ajo natë do të ndryshonte përgjithmonë perceptimin e tij.
Për disa minuta, ai xhironte vegetacionin e dendësuar, kur papritmas lenteja e tij kapën diçka që e paralizoi. Një figurë e errët u shfaq midis pemëve, duke u lëvizur në mënyrë të papranueshme. Nuk kishte formë të përcaktuar njerëzore, por dukej si errësira e materializuar. Paul sapo arriti të xhironte disa sekonda para se entiteti të zhdukej krejtësisht në ajër, sikur kurrë nuk kishte qenë atje. Përjetimi i tij i parë i afërt me diçka jashtë këtij realiteti e la të tronditur dhe i ngriti pyetje mbi kufitë e perceptimit njerëzor. Në një subreddit të dedikuar fantazmave, një përdorues i njohur si The Proof Seekers publikoi një video që kapte një aktivitet vërtet shqetësues brenda një dhome gjumi dhe, për më tepër, gjatë ditës. Pamjet vijnë nga një kamere fikse që drejtohet drejt dhomës. Në fillim, nuk duket se po ndodh asgjë jashtëzakonshme. Dhoma duket normale, qetësisht e rregulluar, por kjo ndryshon shumë shpejt. Papritur, pa paralajmërim, dëgjohet një zë i çuditshëm, i pëshpëritur por i thellë, duke thënë përshëndetje, nga një vend i afërt, i shkurtër, por padyshim shqetësues. Fatkeqësisht, nuk jepet shumë kontekst në postim. Megjithatë, mungesa e shpjegimit nuk e bën klipin më pak të frikshëm, përkundrazi, mund ta rrisë tensionin. Zëri është mjaft i qartë për të dëgjuar, por nuk ka asnjë tregues vizual se nga vjen. Kjo është ajo që vërtet shqetëson njerëzit. Komentet nuk vonuan, disa e përshkruan zërin si diçka nga një makth, ndërsa të tjerë pyesnin nëse mund të vinte nga një videolojë ose televizor në dhomën tjetër, por asgjë në klip nuk sugjeron një burim të besueshëm për zërin. Pavarësisht arsyetimeve, atmosfera që krijon videoja është e rrezikshme dhe misterioze, duke lënë shikuesit të ndihen të pasigurt dhe të tensionuar. Pyetja mbetet: a ishte një tingull rastësor dhe i shpjegueshëm i kapur në momentin e duhur, apo diçka më e errët dhe e pashpjegueshme po ndodhte në atë dhomë të qetë gjumi? Një grua për argëtim, po regjistronte momentin e gëzimit gjatë festës së vitit të ri me familje në oborin e shtëpisë. Papritur, diçka e çuditshme u kap në videon e saj. Shiko me shumë kujdes videon e mëposhtme dhe dëgjoj me vëmendje. Një kanal i njohur në YouTube me emrin Carolina Case Files publikoi një video në dhjetor 2025 që tregon pamje vërtet të çuditshme të garantuare për t'ju ngritur lëkurën. Pamjet në fjalë u filmuan me një kamerë sigurie në Deep Run, Carolina e Veriut. Carolina Case Files përmend se cilësia e videos nuk është shumë e mirë dhe se po përpiqen të gjejnë informacion për pronarin e shtëpisë, por deri tani nuk kanë pasur fat. Tani le të shohim pamjet. Mund të shihet një krijesë e çuditshme dhe e hollë duke u tërhequr mbi tokë për disa sekonda, para se të zhduket në natë. Nëse kjo nuk është ndonjë projekt CGI ose diçka e ngjashme, atëherë besoj se kjo është një nga krijesat më të frikshme që kam parë në një video për një kohë të gjatë. Një shpjegim mund të jetë se këto pamje mund të jenë gjeneruar nga inteligjenca artificiale ose footage reale nga kamera sigurie i përmirësuar me CGI, veçanërisht duke marrë parasysh sa të aksesueshme dhe bindse janë bërë këto mjete. Mungesa e informacionit për pronarin e shtëpisë dhe burimin origjinal e bën të vështirë verifikimin e autenticitetit të klipit, por ajo që e bën videon kaq shqetësuese është sa fizike ndihen lëvizjet. Pesha, koordinimi dhe prezenca e tërheqësit nuk ngjajnë me krijimet digjitale tipike. Tërheqësit e zbedh dhe të gjatë janë një tipar i përsëritur në vëzhgimet moderne të kriptit. Pamja e tij natyrale dhe mënyra si rrëshqet mbi tokë krijon një ndjenjë të thellë frike dhe pasigurie për çdo që shikon videon, duke e bërë atë një nga dokumentet më të frikshme të kriptiteve që janë regjistruar kohët e fundit.
Ngjarja u zhvillua në Japoni dhe filloi si një natë krejtësisht e zakonshme. Dy burra që jetonin së bashku në të njëjtin apartament, po flinin kur, papritur, u zgjuan nga një sër zhurmash të pazakonta që vinin nga brenda banesës. Fillimisht, menduan se mund të ishte ndonjë objekt që kishte rënë ose ndonjë kafsh, por tinguit u bën gjithnjë më të çuditshëm dhe shqetësues, duke i mbushur me një ndjenjë ankthi të pashpjegueshëm. Të shtyrë nga frika dhe kureshtja, vendosën të ngriheshin dhe të kontrollonin se çfarë po ndodhte. Ndërsa lëviznin në errësirë, nuk ishin as pak të përgatitur për pamjen që do t'u shfaqej para syve. Një burr i panjohur, me pamje teje të frikshme dhe lëkurë jashtëzakonisht të zbehtë, dukej sikur kishte hyrë në apartament pa u vënë re. Prania e tij ishte ftohtë dhe kërcënuese, por përpara se ata të mund të reagonin ose t'i drejtonin ndonjë pyetje, figura u zhduk në mënyrë misterioze. Ata kontrolluan çdo dhomë, çdo cep dhe çdo derë, por nuk gjetën asnjë gjurmë që të shpjegonte se kush ishte ai njeri ose si kishte hyrë dhe dalë. Kjo ngjarje ngriti shumë pyetje pa përgjigje. A ishte ai një person real, një ndërhyrës i pazakont, apo diçka që sfidon logjikën? Pse kishte një pamje kaq të çuditshme dhe mbi të gjitha si u zhduk pa lënë asnjë shenjë? Si gjithmonë, interpretimi mbetet në dorën tënde. Një fenomen i pashpjegueshëm i kapur rastësisht nga kamera apo një mashtrim i menduar me kujdes për të krijuar frikë. Vendimi përfundimtar është i yti. Melissa Smith, nënë e 2 fëmijëve, përjetoi diçka që ndryshoi përgjithmonë perspektivën e saj mbi realitetin dhe mbi natyrshmërinë, kur vendosi të rishikonte regjistrimet rutinë të kamerës në dhomën e foshnjës së saj. Shfaqja që dokumentoi sistemi i saj i sigurisë nuk ishte një manifestim sporadik apo i paqartë, por një prani e qartë dhe e përcaktuar që materializohej në mënyrë të qëndrueshme brenda krevatit të foshnjës. Entiteti merrte formën e një figure të bardhë, si e përbërnda avulli apo tymi, por që ruante një koherencë strukturore që sfidonte ligjet e njohura fizike. Qetësia e një pasditeje të zakonshme u shndrua në makth kur një burr vuri re një lëvizje të dyshimt në dritaren e shtëpisë së tij. Ajo që nisi si një kureshtje e pafajshme u kthye në një përvojë që do ta ndiqte për vite me radhë. Pas perdeve gjysmë transparente, silueta e një ndërhyrësi dukej me qartësi shqetësuese, por kur ai u afrua për të hetuar, realiteti e goditi ftohtë. Në balkon nuk kishte absolutisht askënd. Një burr me emrin Jordan Bowen po kalonte një ditë të zakonshme kur tha se po regjistronte një video në Snapchat për ta dërguar te një nga miqtë e tij dhe vuri re diçka shumë të çuditshme në skajin e syrit të tij. Duke rimarr videon dhe duke ngadalsuar pak, mund të shihet ajo që duket si një lloj figure të zezë që lëviz shpejt mbi tokë, duke u dukur se kalon nga dera e djathtë drejt një dhome tjetër. Jordan duket i qetë dhe i përqendruar në atë moment, gjë që është mjaft befasuese, veçanërisht duke marrë parasysh errësirën e vendit ku ndodhej. Shumica e njerëzve me siguri do të ishin larguar duke bërtitur, dhe me të drejtë. Një shpjegim mund të jetë se kjo mund të jetë një hije e hedhur nga dikush ose diçka që lëviz jashtë kornizës, e zgjatur dhe e deformuar shkurt për shkak të ndriçimit të ulët dhe ekspozimit të kameras. Nga këndvështrimi një besimtari, ajo që e bën klipin shqetësues është sa kompakte dhe me qëllim duket figura, duke u zhvendosur nga një derë te tjetra, në vend që të zhduket ose të shndrohet. Figurat hije shpesh përshkruhen duke filluar të ulta dhe shpejt, duke krijuar një ndjesi të pasigurisë dhe tmerri për ata që i shikojnë.
Një ngjarje e çuditshme u kap rastësisht kur një grua bëri një fotografi për kënaqësi, ndërsa disa nëna po zhvillonin një akt fetar. Në imazh duket një figurë femërore jashtëzakonisht e çuditshme dhe friksuese. Fytyra e saj duket e bardhë dhe e zbetë dhe qëndron e ulur dhe pa lëvizshme, pa asnjë shprehje, pas grave që ishin mbledhur aty. Pamja e saj e tmerrshme dhe e papritur krijon një ndjesi frike dhe habije tek shikuesi, duke e bërë momentin e fotografisë të duket si një përvojë mbinatyrale. Nuk ka asnjë shenjë se dikush e ka vendosur atë aty qëllimisht. Kjo shfaqje e frikshme dhe e çuditshme u regjistrua nga një gjutar fantazmash nga Turqia, brenda një shtëpie bosh dhe të braktisur. Ai vendosi të eksploronte vendin dhe i kërkoi shikuesit të vëzhgonte me kujdes. Brenda një prej dhomave ndodhej një figurë e veshur me të zeza, e ulur në heshtje. Fytyra e saj ishte tmerruese dhe syt i shkëlqenin teksa nuk ja ndanin shikimin burrit. Sipas tij, kjo qenie i përkiste botës së xhindëve. Çfarë mendoni ju për këtë pamje?